faljen e xhenazës edhe në Borem. Po? Por një person se një vezë diçka për të s'ka qenë i rastshëm. Vllajam, nëse e din që njeriu ka musliman do të më marr pjesë në xhenazë, se se ki po veçania kështu. Nëse veç e din që ju ka musliman, s'ki argument tjetër, do të më afal xhenazën, a thënë. A din kujna si afal xhenazën, dikuj na për shembull e keni që e ka mohu, ka thonë s'është obligim namazi, a thënë. Ky del pe feja, nëse mohon thotë s'është obligim namazi. Jo që për shembull një njeri thotë, valla na obligim namazi po çon s'po më falë se kur plak na më falë se kur shkojnë çave po më falë, a thënë. Po nëse thotë s'është obligim namazi, ose e keni ty e shojt Allahu nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ky del prej feja, thënë s'ki. A nëse e din veç ju kanë musliman, a thënë, bon, edhe nëse e ke ditë që ka piraki, nëse e ke ditë që ka bë zina, nëse e ditë që ka bë punë të këqija, thënë, do të më afal xhenazën, a thënë. Mirë, po nëse e njeri me ndekim, thotë je njeri me hoxh për shembull, ose je i pari i katunit, thënë, ose je njeri me ndikim përgjithësi, a thënë, i pari i banesës, ja, thënë, ora ki je në pozitë dikon, a thënë, atin ajo nëse e din që çaj njeri që ka dek, për shembull, u ka njeri që haptazi ka bë zina, a thënë, ose haptazi ka piraki, a thënë, ose e ka myt veten, a thënë, ose ka vrarë dikon, a thënë. Atëherë njerëz që janë me ndikim s'bën më afal xhenazën, do të më afal dikush që jo pa ndikim. Për shembull, hoxha nuk ja fal xhenazën, hoxha i katunit ose hoxha i laxhës. Po lën një xhamatli që din me afal xhenazën, ja fal xhenazën, a thënë. Edhe ja falin do njerëz pak sa me kry obligimin, a thënë. Pse se vepra e tina mundën çmu, a thënë. Vepra e tina mundën çmu. A nëse përgjithësi ja thënë, ti se ki obligim, shet xhenazën u fal, del ja fal xhenazën muslimanit, a thënë. Musliman është, a thënë. Jo vëllajm, nëse njeri e myt veten, a thënë, ai meriton dënim shumë të madh, a thënë. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, ti çfarë qëllimi e ke përkon që e myt veten? Për shembull, pa më prashur me muslimanë, do të thonë fesë islamin ai. A nëse myt, po thonë muslimani veten e vetë, atëherë meriton dënimin shumë të madh te Allah subhanahu wa taala. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, kush e myt veten me helm, ai come pi helmin thot në xhehenam khalidan mukhallidan fiha abada, thot përgjithmonë xhehenam come pi helmin, do thot me çat mënyrë komu dënu. Ai çik cen prej një veni lart edhe gjuhat mytet thot, prapa ai komu dënu me hudhje thot në xhehenam në çat mënyrë përgjithmonë xhehenam. Ai që e myt veten me shpatë ose me thik, e myt veten ai me çat dënim komu dënu në xhehenam përgjithmonë, thon. Mirë po qëllimi këto është, do thot do të më ditë se besimi e ahlus sunnetit është se këto janë thënie waida, thon, ku ka kërcënim, thon. E ku ka kërcënim, ku ka argumentet që është përmend kërcënimi, na friksohemi për vepruesin e këtij kërcënimit, thot. Mirë po puna e tij është ndorë te Allah subhanahu taala dhe e dim se çdo kush që vdek duke besuar në Allahun si një, thon, dhe nuk i bën shirk Allahut, ai herët avon ka me dal pe xhehenamit, thon. Se xhehenami është vend ku kanë menajt përgjithmonë vetëm banorët e tij të vërtet, cilët janë mushrikët, ata të cilët nuk i bajnë shirk Allahut subhanahu taala apo nuk e besojnë Allahut. Ndërsa ata të cilët thot cilët bajnë gjinoa të mëdha ndaj Allahut subhanahu taala, ata thot një kohë gjatë ose do të jenë në xhenet përkohësisht, thon. Përkohësisht, qoftë edhe kohë shumë e gjatë që konsiderohet, mirë po prap dikur kanë më dal pe xhehenamit, nëse kanë pas besim në vete. Nëse e din që ju ka musliman, po bën dua për ta. Po veç nuk bën haptazi, thon. Nuk bën haptazi për ta dua, thon. Nuk bën haptazi për ta. Mirë po në vete bën dua, sa i musliman, ka dek si musliman. Kur në bat. Po këto bat haxhi. Po. Këto haxhi dietarët i ndalojnë, thon. Dietarët e mëdhej, të botës islame i ndalojnë sulmet vetvrasë, thon. Se për shembull Sheikh Ibn Bazi rahimahullah, Sheikh Albani rahimahullah, Sheikh Uthaymini rahimahullah, dietar më të mëdhenj kësaj kohe. Pse? Se kjo formë e luftës, thot, është përhapur në kohën tonë, thon. Nuk ka ekzistuar përpara. E na i pyetëm dietar më të mëdhenj kësaj kohe që janë ku ka ndodhur çu kjo, thon. Se ata e dinë më së miri fen Allah dhe na tregojnë, thon. Çta krejt kanë thonë s'bën, kur qysh, thon. Për shembull Sheikh Albani thot lejohet vetëm një rast ekstrem, ajo është kur urdhon imami musliman dhe shet thon thot dobi të madhe për musliman, thot e lejon çit po. Tërë. Sheikh Uthaymini thot kur qysh nuk lejohet. Sheikh Ibn Bazi kur qysh dhe Sheikh Uthaymini thot ky njeri thot shahid nuk ka kur qysh heq, thon. Mirë po thot inshallah thot shton pe dënimit në xhehenam, thot se ka gabu, i kanë ngu hoxhallar të cilët e kanë mashtruar për këtë vepër. Allah subhanahu taala në Kur'an ka thonë wala taqtulu anfusakum, ka thonë mos e mytni veten e juaj, mos e mytni veten tuaj. Thot ky është rregull e përgjithshme e shariatit, që s'ka sen që e ndalon. E këta thot dietar kanë thonë që s'bën, thon. Pastaj kanë thonë
këto sulme vetvrasje, thon, më shumë pikë shkaktojnë dëm muslimanëve se dobi, thon. Jo, çe për shembull, këta ja kanë nisë në Palestinë me basi sulme vetvrasje. Palestinë kanë thonë po mysum jehudi. Kanë myt nëse janë mundu me myt ushtar, nashta kanë myt gra. Nashta ka shku me bë sulm në jehudi, e ka myt veç një jehudi. Nashta ka shku me bë sulm në jehudi, ka myt veç veten, thon. Ka shku nashta me bë sulm në jehudi, ka myt veç fëmijë, thon, jahudive. Kjo është e ndaluar, thon. Irak më shumë fëmijë po mytën. Unë gota thon. Ja kanë nisë me Irak, thon. Ja kanë nisë me Palestinë. Pas ne janë zgjanuar, thon. Janë zgjanu, derisa kanë arritur që tash në Irak mysin natë ditë veç musliman. Rroll mytën në amerikanë aty shka, thon. Shkojnë në Saudi. Në Saudi, në vendin e tauhidit, në vendin e praktikimit, s'ka vend që tash tjetër në botë që thotë kushtetuta jonë është Kur'ani, e Sunneti pas Arabisë Saudite. Arabia Saudite s'ka kushtetutë shkruame. Thotë kushtetuta jonë Kur'ani e Sunneti, s'ka tjetër sa. I vetëm shtet në botë që ka shtet. Ata shkojnë edhe Saudinë e luftojnë. Thonë Saudia do të më luftu se është vend që ka dalë pe feja. Edhe shkojnë i sulmojnë stacionet e policisë saudise. E kanë sulmu për shembull në Riyadh, kanë sulmu stacionin e policisë rrugore, policisë trafikut, thënë. E kanë sulmu stacionin qendrën e policisë trafikut. Pastaj kanë shku qitash para 5 ditë, njëri ka shku vetë i ka myt 5 policë, thënë. Policia atje policia pa armë rrin, thënë. Soveni i qetë, i mirë, thënë. S'ka nevojë armë, nejt pa armë ka shku i ka myt 5 policë, po bën xhihad rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Xhihad rrugt shejtanit tash kjo. S'o xhihad rrugt të Allahut, thënë. Tash çka bojnë këta, thon, kanë shku peçi sa i kanë shku kanë pranë muslimanë çfarë bojnë. Tash për shembull në Irak pesheni për çdo ditë marrët vjen kur të nish, atë çfarë sunesh u bën në emën të Islamit, thon. To kur çfarë dobi sa musliman pesa. Sheikh Uthemini rahimahullah shumë u kanë rrept ndaj tyre, thon. Shumë i rrept, ka fol shumë rrept për këto veprime të pamend aty na që s'ka kur çfarë dobi e Islami pe tyre, thon. Për shembull janë bërë sulmet në Amerikë, thon hajt që janë myt 3000 amerikan. Janë shkatruar 2 ndërtesat amerikane. Qa ka qenë shkaki pasojë e saj në myt me 10.000 musliman, gra fëmijë, edhe janë shkatruar 2 shtete islame, thënë. Shteti i Afganistanit talibanëve, edhe shteti Saddam Huseinit, thënë. 2 shtete kanë shku për ata, edhe mytën musliman në atë ditë për shkak të mendimeve të njerëzve me neleta, thënë. S'kan kurfar bazën në shariat. Ata çka bazohen kur e lejojnë këta, thonë për shembull bazohen hadithin e Ghulamit, thënë. Hadithi i Ghulamit është një djalë ka qenë në kohën thotë u kanë një mret zullumçar në Yemen, më përpara. Edhe mreti zullumçar e ka pas një sehirbaz, një sahir, thotë që ka pas sehire. E ai sehirbazi u kanë ty plak, në fund të jetës vet, edhe i ka thonë këtij mreti ka thonë gjomani nxon se t'ja mësoj sehrin, thonë. Se zakonisht mretnit punojnë me sehirbazë, thonë. Kanë xhomani njëri t'ja mësoj sehrin, edhe e kanë gjetë një djalë të vogël, ja kanë mësuar sehrin. Mirë po ky djali, nëse atë rrugës e ka gjetë edhe një dietar. Ka mësuar edhe te dietari edhe te sehirbazi. Mirë po e ka kuptuar se dietari ka më mirë, nëse në fund keq e merr mreti këto dënon këtë djalin pse i ka besuar vetëm Allah, nuk i ka besuar mretit si Zot. Edhe e merr këtë djalin edhe i thot duhet të vra. Mundot 3 mënyra me vra, s'mundet me vra, thon djalin. E shkon e gjun det, s'mundet me vra. Shkon e gjun pe kodrës nalt, s'mundet me vra. I thot djalit, thot nëse don me vra, thot unë ty të kallzoj. Qysh? Thot tu bëj thot njerëzit krejt, tu bëj njerëzit grumbulloj krejt, edhe thot lidhëm me një vend, thot edhe merr mani një shigjet pe shigjet av fëmia. Edhe kur të mëgjush me shigjet, thuj Bismillah Rabbil Ghulam. Thuj Bismillah pasha namën të Allahut, i cili është Zoti i këtij djalit, thon. Zoti i këtij djalit, thon. Kur e ka marr ky mreti këtë kohë si ka thon vetes un jam Zoti. Edhe u mundu me myt, s'ka mujt me myt. Kur e ka marr shigjetën pe shigjet av djalit, e ka thon Bismillah Rabbil Ghulam, namën të Allahut, i cili është Zoti i Ghulamit, e ka zujt Ghulamin e ka myt. E njerëzit e kanë kuptuar, ka thonë, Allahu te ka Zoti, jo ky njeri. Edhe kanë besu këtë në Allah subhanahu wa taala. Atëherë ky u kon shkak që këtë njerëzit me besu, thon, ose një shumicë. Atëherë njerëzit kanë besu. E çka ka bëj? Tani ka urdhnuar mu çel hendeçe, ato hendeçe mu mush me lan djegse edhe mu xhuj njerëzin to kush nuk e mohon Allahun, thot. Kush nuk thot mu xhun to kush thot e beson në Allahun edhe nuk e lën besimin në Allah subhanahu wa taala. Mu gjunta. E kjo kanë, çka më thot, kjo veprim i tina u kanë shkak si me besu një popullit ton.
E këta ty bazon çfarë thonë çështo, thon. Dietar thonë jo, thon. Çdo veprimet e tyre s'po kanë kurfar dobi e musliman, hiç thon. Hiç kurfar dobi s'po kanë musliman. Përkundrazi, armiqësia e armiqve të Islamit me këto veprime mendje leta shtohet edhe më shumë, thon. Shtohet edhe më shumë. Ta e vrojnë babakin një Audi, ata nesër shkojnë e bllokojnë një vend këtë muslimanëve edhe vrojnë sa muslimanë, thon. Me një veprim mendje leta, thon, që s'ka kurfar dobi e pe tij, thon. A nëse Sheikh Albani rahimullahu përmend thot, nëse ka dobi të mëdha, thon, të mëdha për muslimanë bën mu leju, nëse ka dobi shumë të mëdha, mirë po desh tash supakja. Kjo. Jo. Allahu ala. Allah na drejto. Urdhë. Ky hadith e pejgamberit alayhis salam. Sasa. Do të vijë koha kur muslimani bën si musliman dhe son vitet si çape. Vitet do të thonë si çape bën si musliman. Këtë në kohës tonë. Jo, kjo është. Apo kur janë dëgjallë. Jo, këto janë hadithet kohëve më të mëndshme, thon këto janë hadithet e fitneve, thon që kanë menduar të fundit, në kohën e fundit, thon këto kena më marr inshallah më vonë kena më shpjegoj për fitnet që kanë menduar dhe kena më shpjeguar edhe këtë hadith. Kjo është hadith sahih në sahih në Imam Muslimit, thon.